Çka bën prind, pa vedije, jam e sigurt se s'ka prind që bën diçka me lëndu fëmin, po çka janë ato veprimet e prindërve që pa vedije mund me ndiku te kjo plagë origjinës e braktisës që kur tritet ai me përdor si traumë të patrajtuara. Shiko, gjithmonë kur flasim me raportin prindëror, për shembull nuk është qëllimi asnjëherë për me i gjyku. Absolutisht. Ideja është do thotë gjithmonë të tregojmë si proces se çka ndodh, qoftë edhe pa vedije, sepse është e kuptueshme për shembull nëse një prindër shumë autoritar ose shumë, si më thoni, i rrept në edukim ose i ashpër, atëherë kjo ka një arsye që po e prodhon një rezultat të tillë. Mirë po ndodhin në situata kur nuk është diçka e tillë. Pra janë situata ku na ndoshta as në jetën e përditshme as nuk i vrejmë. Mirë po, fëmia i përjeton ato si të tilla. Pra e përjeton çat largimin ose neglizhencën ose si më thon braktisjen prej prindit. Janë situata të ndryshme për shembull kur prindërit janë shumë ndëshkues, për shembull nëse janë shumë ndëshkues ose qortues ose kritikues ose imponues për ndryshe edhe si më thon kushtëzues në një farë forme që ndoshta edhe në hyrje e përmendë, pra nëse ti nuk i bën detyrat, unë nuk jam prindi yt, ose unë nuk kam me dash, ose unë nuk kam me bë këto. Dhe normalisht që fëmia gjithmonë ka me tentu me bë më të mirën që me i pëlqy prindit ose me marr aprovimin ose miratimin e prindit ose më thjesht me thon pranimin e tij. Pra ai është në gjendje me bë gjithçka, pra me mohu edhe veten në mënyrë që prindi me e pranu. Situata tjetër është për shembull, sidomos te ato bllokimet emocionale që shpeshherë mundet me ndodhesh, për shembull kur zakonisht fëmijët ndëshkohen, edhe ndoshta në kulturën tonë është kjo shumë është e njohur kur thotë trehi edhe nuk lë me kajt. Pra po është veprim shumë real kur e rren, e ndëshkon fëmijën edhe nuk e lën as me kajt. Pra ajo është një farë lloj bllokimi emocional që mundet me ndodhë te fëmia dhe këtu ai mundet me një braktisjen. Është interesant shpeshherë me u zhvendosur me pa prej perspektivës së fëmijës. Shpeshherë ndoshta secili prej nesh nëse kishim me u kthy në fëmijërinë tonë dhe me analizu pak se si kanë rrjedh dinamikat në raportet me prindërit tanë kur na kanë dëshkuar ose ndoshta vetëm kur na kanë qortuar, pra një fjalë na kanë bërtitur ose diçka, mënyrën se si jemi ndi. Pra qoftë edhe pe raste, qoftë edhe pe eksperiencat tona, për shembull mundem me vrojtu, për shembull kur fëmia shpeshherë kur braktiset ose qortohet ose ndëshkohet, ai fillon me një veten sikur nuk i përket asaj familje ose fillon me mendu sikur ai është i ardhur aty ose nuk është i tyre. Ose për shembull nëse prindërit fillojnë me bë dallime në mes fëmijëve, që shpeshherë prindërit e thonë na nuk bëjmë dallime, mirë po realisht ekziston dallim që ndoshta ata nuk e vrejnë, por dallimet ekzistojnë. Pra, në momentin kur një prej fëmijëve për shembull mëson më mirë, edhe gjithmonë ti e merr shembull, shikoje vllau ose motra çu po mëson, ti nuk po mëson, ti nuk e bën, çura ai sa mirë po i bën këto, ti nuk po i bën, do thotë në fakt se motivon kështu. Nuk e motivon. Ky vetëm ja jep atë ndjenjen, do thotë që ti je i braktisën dhe ti je i pavlerë dhe ti nuk mundesh me realizu ose me arrit këtë që ndoshta e ka arrit vllau ose motra. Tjetër është për shembull një pjesë për shembull ku shpeshherë fëmijët munden me ndi veten të braktisur është nëse që në fëmijëri të hershme ndoshta rreth moshës për shembull 2-3 vjeç, nëse ata kanë flajt bashkë me prindrit dhe në momentin që i ndajnë në shtratin e tyre, atëherë edhe që ky proces është një lloj përjetimi për fëmijën i cili është zhvendosur në një shtrat tjetër si një lloj braktisje dhe ai mundet me përjetu dhe me ndi në veten e tij këtë braktisjen. Tjetër ndodh për shembull edhe në rastet kur lind një vëlla ose një motër më i vogël dhe tash krejt fokusi për kushtimi është do thotë tek bebaja që ka ardhur në familje dhe fëmia që është më i madh gjithmonë ka me një veten më inferior, më të tërhequn, sikur vëmendja nuk është më me ato, sikur ai është i padëshiruar, sikur ai është i larguar, e aq më shumë për shembull nëse ndodh edhe me pas kritikë ose me qortu ose me ndëshku ose diçka. Kjo do thotë vetëm e bën edhe më të madhe plagën për këtë fëmijë. Në të kundërtën nëse për shembull kritikat e neglizhenca e këto nuk po mendoj ndëshkimi këto nuk janë prezente, po sjellja, vetëm ardhja ose vetëm largimi ose ndrrimi i vendeve do thotë për fëmijën është mjaftueshëm që ai me ndi veten sikur është i braktisur.